lidhur me mundësinë e mjeteve teknike, elektronike në paraburgim, nuk është pjesë e përgjegjësisë sonë, është pjesë e përgjegjësisë së Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve, Ministrisë së Drejtësisë, por kryesorja duhet ndryshohet ligji. Ligji për trajtimin e të paraburgosëve, ligji për ekzekutimin e vendimeve penale dhe të parashikohet. Për mua duhet një orë më parë, me ky është mendim tani modest, një orë më parë duhet t'ju jepet kjo mundësi. Një orë më parë le t'ju jepet kjo mundësi, sepse sot ne gjithë e dimë fakt teknologjisë, edhe në internet mund t'ja kufizosh se çfarë mund të shoh, e çfarë mund të përdor. Jo më një, si thua, një televizor aty pa internet, domethënë që po them një kompjuter pa internet, që është fare mirë, mund ta kontrollosh. Por duhet ndryshim ligjor. S'është përgjegjësia jona, por në qenë se më pyete, po e thash.